Pas një seance maraton ku vendi miratoi në mesnatë me votat e socialistëve buxhetin për vitin 2026. 81 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër. Libri i Financave parashikon 8.8 miliardë euro që do të jenë në dispozicion të institucioneve për të shpenzuar për paga e pensione, investime në infrastrukturën rrugore, drejtësi, shërbime shëndetësore, skemat e mbështetjes së familjeve në nevojë, arsim, bujqësi, e deri tek shpenzimet për siguri në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Buxheti i ri mbështet rritjen e pagës minimale nga 400 në 500.000 lekë të vjetra, si dhe indeksimin me 2.5% të pagave të administratës publike duke nisur nga 1 janari. 100 milion euro do të jetë fondi për bonuset vitin që vjen, ndërkohë që 16.5 milion euro janë parashikuar për indeksimin e tyre. Sa i përket investimeve publike, ato janë parashikuar të arrijnë në vlerën e 1.8 miliardë eurove. Të ardhurat planifikohen të shkojnë në vlerën e 8.2 miliardë eurove nga 7.7 që janë aktualisht. Ndërkohë drita jeshile ju dha edhe paketës fiskale, pjesë të cilës janë disa ligje mes të cilave ai për të vëshën procedurat tatimore, taksat vendore, faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. Me votat e majorancës kaloi edhe një ndër ligjet më të kontestuara nga opozita, paqja fiskale, pjesë e paketës që i hap rrugë fshirjes të gjitha detyrimeve më të vjetra se 10 vite. 75 vota pro, 0 abstenim, 20 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Janë afro 2 miliardë euro që preken nga kjo nismë miratuar, nga të cilat 1 miliardë euro borxhe që falen automatikisht, pasi janë me vjetërsi mbi 10 vite, por pa përfshirë detyrimet për sigurimet shoqërore. Ndërsa borxhet e krijuara si ato doganore apo tatimore nga 2015 në 2024 do të lehtësohen vetëm nëse paguhen detyrimet. Sa kaq majoranca miratoi edhe projekt ligjin për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme që nis nga 1 janari vitit të ardhshëm dhe do të mbyllet në 30 shtator. 76 vota pro, 0 abstenim, 22 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Për rivlerësimin e pronave të paluajtshme, tatimi do të jetë 5% nga 15 që paguhet aktualisht, nëse e shet pronën. 75 vota pro. Ku vendi miratoi pa votat e opozitës, por vetëm ato të socialistëve dhe socialdemokratëve, edhe kandidaturën e Endri Shabanit si avokat i popullit, e ku në votim mori pjesë kryeministri Rama, ndërsa opozita bojkotoi procesin.